Se nuk e njohim. Sa e njohim burrin ton. Çto është ideja? Do të thonë njerëz me një njeriu që jeton me një bashkëshort ose bashkëshorte 24 orë, është normale. Do të thonë prej momenti që i hap sytë dhe deri në mbrëmje sa i mbyll sytë është me to. Okej, ato angazhimet e ditës munden me i distancu, ajo dihet, po prapë do të thonë e njeh shumë mirë si individ, si karakter. Edhe një person që ti nuk e njeh, mundesh, do të thonë vish me ja pa disa sjellje në momente të caktuara, ti automatikisht është vlerësim i gabueshëm. Tash, okay, mundet me qenë real, po prapë ti edhe për burrin që nuk e ke njoft, ti e ke marrë se e ke dasht, me çato cilësitë e mira, domethënë që ti ja ke pa, se tu e pa që nuk është i mirë ti se ke marrë çashtu, po e ke marrë për çato të mira që i ka pas. Mundesh me marrë pa dasht. Po. Edhe tash automatikisht e njëjta është edhe me një person tjetër, se nuk e njeh, edhe mendon që okej, ai na shta pindimon në punë të shtëpisë, që është gratë, domethënë e kanë atë nevojën, ose ja bën ndonjëherë bukën, ja kqyr fëmijët, e tjerë. Mandej edhe te burrat, besoj edhe konsideroj që ekziston e njëjta, gjithmonë ai ideja që gruaja tjetër është më azoja, gruaja tjetër është domethënë më e mirë, por realisht nuk kemi matja më e mirë e njerëzve është brenda familjes. Do thonë po kur bëhet kjo matja me qenë të vetëdijshëm që çat burrin e asoj shoqës ose gruna atij shokut unë nuk e njoh mjaftueshëm. Do thonë nuk e njoh çaq nëse një ditë e ka përgatit ushqimin ose nëse një ditë gruaja ja ka kryer një punë burri që ai zakonisht e bën, nuk është njësi matëse që është njeri më i mirë ose më i përshtatshëm.